Në masa të rrepta të sigurisë ka lënë ambientet e burgut të Peqinit Sokol Sinomati, i njohur si Buzderi, cili ka marrë leje nga burgu i Peqinit për të qenë i pranishëm në ceremoninë e varrosjes së të birit. Mësohet se Sinomati shoqërohet nga rreth 100 forca sigurie, ndërsa i gjithë aksi nga Elbasani deri në qytetin e Vlorës është ngritur me postobllogje sigurie. Gëzim Sinomati u vra 2 ditë më parë në një atentat mafioz, teksa u qollua me snajper nga persona ende të pa identifikuar, kur po pinte një cigare në balkonin e banesës së tij. Pista kryesore që po heton policia është ajo e hakmarrjes pasi babai i viktimës, Sokol Sinomati, ishte pjesë e bandës së Gazmend Brakës, i njohur si Gaxhai, në Vlorë në vitin 1997 dhe kishte nofkën Buzderi. I riu sapo ishte kthyer nga Belgjika dhe mbante emrin e Xhaxhait, të vrarë në vitin e mbrapsht 1997. Një tjetër detaj që po heton policia për krimin e mbrëmjes së kaluar është se në lagjen Hajro Çakëri, në momentin e të shtënave nuk ka pasur drita. Nuk dihet nëse është rastësi apo e planifikuar nga autorët, teksa hetimet vijojnë. Ndërkohë që sa i takon Sokol Sinomatit, ai është i dënuar për një vrasje të ndodhur më 3 janar të vitit 2000, ku gjatë një tentative për të ekzekutuar Sokol Nuhon, qelloi gabimisht Luigi Gjafën, kalimtar të rastit. Ai është akuzuar për ngjarje të ndryshme kriminale, teksa 2 vite më parë i vun tritol makinës së vëllait të tij, Bernard Sinomati.